Vetëm pak kilometra larg nga Korça, në fshatin Dishnic, jeton Lindita Latollari, një anvis që prej shumë vitesh i është përkushtuar ruajtjes së traditës së kuzhinës së vjetër shqiptare. Në shtëpinë e saj, puna nuk ndalet thuajse asnjëherë. Me përkushtim dhe durim, Latollari përgatit një shumëllojshmëri produktesh tradicionale, reçelera të ndryshëm, gliko frutash, turshi si dhe petka e trahana, ushqime që prej kohësh janë pjesë të tryezave të familjeve në juglindje të vendit. Unë kam qenë 17 vjet në Greqi, kam punuar në ëmbëlsira, që kur jam kthyer kam 11 vjet që punoj. I bëj për qefin tim, për t'ju dhënë shoqërisë, miqësisë, jo për të shitur. Konkretisht, dhe djathi në vaj ulliri. Bëj gliko are, bëj gliko pe fiku tegër, bëj marmallat pe speci të kuq, marmallat pe fiku, marmallat pe kumdhe, marmallat pe molle, pe të gjithave, nuk më kalon asnjë gjë. Kot. Kati i nëndeshëm i banesës së saj private është kthyer në një magazin të vogël, ku radhiten kavanos të shumt me përgatitje tradicionale. Çdo gjë bëhet me receta të trashëguara dhe me produkte të zonës, duke ruajtur shijen autentike të kuzhinës së dikurshme. Për Linditën, kjo nuk është thjesht një punë shtëpie, por një mënyrë për të ruajtur traditën. Janë tradicionale dhe janë bio. Në aq pak baçë sa kam, një speci, një panxar, një qep, një udhër, një ashtu i bëj të gjitha. Nuk e merr asnjë zametin që të bëj. Që të thotë më thuaj sa bëj. Këto nëse të reja mund të pyesin për një gjë të vogël, po për këto gjërat e tjera jo. Mund të pyesin vetëm për kompost ose për glikot duhen me peshë, duhen me mas, asnjë nuk i bë. Në juglindje të Shqipërisë, anvisat njihen prej kohësh për mjeshtrinë e tyre të përgatitjes së reçelerave, glikove, turshive, petkave, trahanas e deri tek pastërmaja. Këto receta janë pjesë e një kulture të trashëguar brez pas brezi që vijon të jetoj fal grave si Lindita Latollari, të cilat me përkushtim mbajnë gjallë shijen e traditës.